Ajo që ne do të kërkonim dhe shpesonim nga Ignatia është normal fakti që të kishte një teori më pozitive në Europë, pra të bëjë një skuadër e njohur dhe për Europën, ashtu siç u bë Skënderbeu, sepse Skënderbeu preku dhe fazën e grupeve dhe të prekje fazën e grupeve. Në kohën që ishte Skënderbeu nuk ishte gjë e lehtë për klubet shqiptare. Skënderbeu arriti këtë, para në skenën europiane u bë një emër i njohur. Shpresojmë që edhe Ignatia të bëjë mirë, ndërkohë që besoj që për të rikthyer kampionatit Ignatia në farë mënyrë e ka komanduar kategorinë superiore, pra në gjatë këtij sezoni ka patur disa momente Arlind kur Ignatia duke sikur nuk ruante formën apo kishte probleme, por gjithsesi vendin e parë gjithmonë domethënë arriti ta mbante, edhe pse skuadrat e tjera u afruan, momente të caktuara Vllaznia, më pas Dinamo, Partizani ishte në pjesën e parë të sezonit kërcënues, por largimet që bërë në merkaton e janarit nuk mundi t'i plotësoj dhe kjo ishte në një farë mënyrë dhe rezultanti e saj. Ndërsa Ignatia besoj që në Final Four edhe këtu tregua skuadra më e zonjë dhe në ndeshjen finale ajo që mbahet mend pikërisht dje themi se Ignatia në një farë mënyrë i ka bindur të gjithë. Vllaznia sigurisht kishte bërë një rrugë gjatë dhe ajo shpresonte shumë, ndoshta pas 24 vitesh kërkonte të rikthehej tek titulli. 3 apo 4 vite më përpara e humbi vetëm me golevarazh. Po. 2020-21 mos gaboj. Po. Me Teutën. Po, ishin dhe kohë tjera, dhe ishte format tjetër i kampionatit. Tjetër kishte më tjetër. Ndërsa tani Ignatia besoj që nga sezoni i kaluar kur mundi 1-0 Partizanin me gjykimin anglez Taylor, duke u rikthyer tek sfida e djeshme me Simon Marciniak, një tjetër emër i njohur i xhaketave evropiane, besoj që mbrëmjen e djeshme ka qenë shumë bindse. Ignatia Tetovës, komplimente padyshim për këtë trajner, për punën e bërë, për skuadrën, sepse ndjehemi mirë kur shikojmë skuadra që prodhojnë futboll, luajnë. Pa me dyshim ndoshta Tetova në fillim? Emër i ri, pa eksperiencë. Kur mori Ignatia gjithmonë. Po, sigurisht që u pa me dyshim. Si çdo trajner i ri, duhet bënte rrugën e tij, por Tetova besoj se ja doli dhe parakaloi ndoshta ato trajnerët brezit të tij, akoma dhe më shumë dhe tani është bindës, është 2 herë kampion me merit. Skuadra e tij gjithmonë është imponuese ndaj kundërshtarit, t'jep kënaqësi kur e shikon të luash dhe besoj që edhe dje shifrat ndoshta kanë qenë disi të egzageruara, por Ignatia në një farë mënyrë ka vënë përsëri vulën këtij sezoni. Shifrat arritura ndaj kundërshtarit direkt. Po, sepse edhe në sezon të rregullt ishin të parë të dytë. Po, të parë të dytë dhe kjo i bëri ata sepse Vllaznia në të vërtetë mundi Dinamon, edhe pse kishte nevojë për një barazim, ndërkohë që Ignatia Partizani mbeti në shifra 0-0, nuk ishte një sfidë shumë interesante. Partizani lueti me kujdes, por edhe Ignatia nuk kishte ndonjë nxitim për të bërë më shumë. Sepse formati e favorizon. Po, formati e përcaktoi. Kishte edhe diçka që ndoshta duhet riparë, sepse kur përfundon kampionati, katër skuadrat e para marrin një lloj premio. Po. Dhe kjo renditje më pas, domethënë kjo lloj premion në Final Four shkon vetëm për fituesin. Ai merr pjesën tjetër të premios dhe finali e vogël mes Dinamos dhe Partizanit nuk kishte ndonjë interes sepse në përfundim të kampionatit Dinamo kishte zënë vendin e tretë dhe mori premion për vendin e tretë. Partizani mbeti i katërt dhe mori premion, pavarësisht se në ndeshjen që u zhvillua për vendin e tretë katërt Partizani kaloi, por gjithsesi mbeti atje. Ndërsa Ignatia arrin të bëjë mirë sigurisht impenjimin e saj final, të vjen keq dhe për Vllaznin. Besoj se edhe ai ishte përgatitur shumë, duke patur parasysh dhe një qytet si Shkodra që është shumë në një farë mënyrë i lidhur me futbollin, madje dje Arlind u tha edhe që në ato qendrat e numërimit në Shkodër është ndërprer puna për të parë këtë ndeshje. Por ndoshta rezultati po. Është bukur kjo.